Xheneta Fetau dhe Egli Tako kanë një të përbashkët, fenomenin dhe fituesin e shtëpisë më të famshëm këtë edicion, Gjestin. Së fundmi, Xheneta Fetau ka sqaruar postimin e saj në Instagram ku krahas fotos shkroi "Luan viktimën". Gjatë një emisioni, ajo u përgjigj disa pyetjeve në si ishin thumbim ndaj Egli Takos. Xheneta mohoi aludime duke thënë se nuk është aq e rëndësishme për atë se sa ta përmendi Eglin në çdo vend. Unë s'kam caktuar dikë me emra aty në post. I përfshi shumë vajza. Çfarë ka për të diskutuar? Është përgjigjur Xheneta në duke mjaft të tensionuar. Ndërsa moderatorja ja ka kthyer, janë hedhur pretendime se është thumb pas publikimit të këngës së Egli Takos. Jo, s'ka lidhje me atë. Mos thuaj, Xheneta ka thënë, mendon se unë i jap kohë një personi që hedh këngët e veta dhe dalon dhe hedh një post për të, nuk është aq e rëndësishme për mua, deklaroi Xheneta, duke e injoruar në një farë forme Egli Takon. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Xheneta Fetau, gjatë kohës sa ishte brenda shtëpisë së famshme në Kosovë, krijoi një raport me Gjestin, por lidhja e tyre me sa duket përfundoi po brenda shtëpisë, me dëshirën e Xhenetës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.